Gjendja e Elionës disa ditë pas largimit nga Big Brother VIP Kosova. Disa ditë pas përfundimit të rrugtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Eliona vazhdon të mbetet një nga figurat më të përfolura dhe më të dashura të këtij sezoni. Edhe pse nuk e fitoi çmimin e madh, për një pjesë shumë të madhe të publikut ajo konsiderohet fituesja e zemrave. Qëndrimi i saj i qetë, maturia në debate dhe mënyra e sinqertë e komunikimit e bën të dallohej nga fillimi deri në fund. Në një lojë ku shpesh dominojnë konfliktet, ajo zgjodhi dinjitetin. Historia e saj personale ishte një nga momentet më prekse të sezonit. Rrëfimet për sfidat dhe humbjet që ka përjetuar jashtë shtëpisë nuk lanë askënd indiferent. Shumë shikues e pan tek ajo jo vetëm një konkurrente, por një vajzë të fortë që përballet me jetën me kurajo dhe ndershmëri. Gjatë sezonit të katërt, Eliona u kthye në simbol të empatisë dhe forcës së brendshme. Komentet në rrjetet sociale, mbështetja e vazhdueshme dhe reagimet pas finales treguan qartë se ajo krijoi një lidhje të rrallë me publikun. Për shumë kënd, rezultati zyrtar nuk ndryshon faktin se ajo ishte protagonista e këtij edicioni. Pas daljes nga shtëpia, mesazhet e dashurisë dhe përkrahjes kanë qenë të shumta. Publiku vazhdon ta përgëzojë për mënyrën si e përballoi lojën dhe për shembullin që dha. Eliona nuk fitoi vetëm vëmendje, fitoi respekt. Sepse në fund, ka fitore që maten me trofe dhe ka fitore që maten me ndikimin që lete njerëzit. Dhe për shumë ndjekës të këtij sezoni, Eliona është emri që do të kujtohet si vajza që fitoi zemrat e publikut. Eliona, Eliona, mos u ndal kur Eliona, Eliona, vazhdo përpara zemra jote di me fitu. Eliona, Eliona, je dritë në rësire, jeze që s'eshtë je shpirt që sthyhet. Eliona, Eliona, mos u ndal kur